me shumë potencial të boksoj kundra Aleksandru Jonita. I organizuar prej Anton Kikrit dhe Fredi Shoshit, dy njerëz që punojnë shumë për këtë qytet dhe që japin shumë këtij qytet. Ndërkohë dalimi pak edhe tek sfida, Ardit Borici duket i pandalshëm. Kemi parë një breshëri grushtash dhe Arditi e di, po shkon drejt asaj, po bën një ndeshje shumë bukur. Domethënë ato që po shohim, drejt asaj po shkojnë patjetër. Arditi ka vu poshtë kundërshtarin, po në goditje të pastra, po gjun pika që duhet, po gjun poshtë lart, shpërndarje mirë e goditjeve. Këtu shihet edhe puna e mirë që kanë bërë trajnerët e tij me kryen e Anton Kikrin, i cili është një specialist tashmë për të nxjerrë talente dhe të nxjerrë boksierë të mirë. Realisht i bëri një përmbledhje të qartë, një dominim absolut dhe vijon me këto goditje që duket se një interes i shtuar i publikut, i cili kërkon që ne të jemi sa më shpesh në ndeshje, në ring, edhe po ashtu të shpalosim vlerat tona si jashtë edhe si brenda ashtu edhe jashtë vendit, sepse kemi kërkesa shumë nga vende. Albon Bermeta, Arion Kajoshi, Nelson Hysa, shumë boksierë tjerë. Duket sikur nuk është vetëm nëntori muaj boksi, do të jetë edhe në dhjetore në vijim. Them vërtetën është zgjuar shumë interesi që nuk ka mundësi të luftimi, po çfarë goditjesh? Vërtet shumë goditje të forta, dominim absolut. Gjysmë distanca është ajo që më duron kundërshtarit i ka marrë shumë goditje të pastra. Ashtu siç e thatë edhe unë e theksova, tregon një boksier është a e ke frikë kundërshtarin? Dhe sot unë shoh që ai ka frikë në sytë e tij. Në këto çaste të paktën e shoh që e ndjen veten inferior ndaj Ardit Boricit. Po, këtë desha më fort. Atë është ende në hapet e para të karrierës, e pret një karrierë gjatë në boksin profesionist, sigurisht do duhet mësoj edhe nga më të mirë, do duhet mësoj edhe nga sfidat që zhvillon, por mbi të gjitha ndeshje pas ndeshje. Ndeshje, në fakt atë që është çdo ndeshje është një eksperiment me boksu lart, ose një goditje është boks. Duket sikur ka ndryshuar strategji kundërshtar Jonita. Këtë po them. Ndryshoi strategji. Nuk është se ka një përplasje më frontale, ajo aq dinamike. Ai tash po vjen kërkon sepse Arditi e mori impresion këtu. Tash Jonita po vjen. Arditi vaj super goditje tash që Anton Kikri, edhe është ideal i talentuar, që besoj ka karrierën shumë të mirë përpara. Realisht është moment shumë delikat. Arriti që gjej hapësirën, e sulmoi, por eksperienca e kundërshtarit të tij duket sikur po e mban ende në këmbë Jonita. Eksperienca po bën, le të themi, punën më të madhe te kundërshtari, ndërkohë që vijon Arditi të jetë agresiv, të lëshoj grushta, të një pas njëshëm. Arditi në formë një sportive, sepse edhe të grushta që lëshon Arditi duhet me pas një formë një sportive dhe fizike, dhe atë po e tregon qartë që është në nivelet e mira të boksit. Ata shikon është gjendje të keqe, por shpresojmë që Arditi ta mbylli sa më parë. Gjithsesi, patjetër deri më tani është dominues absolut. Po. Tash që në fillim, që në rundin e parë nuk ka diskutuar si herë fitore. Dhe është moment shumë delikat, vijon të godas, kundërshtari shmanget. Përfundon edhe raundi. Nuk e vazhdonte, se nuk ishte marrë në formë. Tani si bie, parashikimi im apo yti? Jemi. Jo, parashikimi jot. Ai rezistoi në tretë. Është parashikimi jot, jo, nuk u çun në rond 4. Gjithsesi. Jo, u çu. Gjithsesi është tërhequr, sa duket është tërhequr nga garat, paktën nga sinjalizimet paraprake. Nuk është i aftë, nuk është në gjendje të fijojë dhe është edhe gjyqtari që sinjalizoi ndërprerje. Nga fillimi deri në fund, derisa ekipi nga Bukureshti është tërhequr dhe këtë ndeshje e fiton me tërheqjen e kundërshtarit Ardit Borici. Nacionalist që jetuan në Shqipërinë, edhe emrat e fëmijëve duhet të jenë shqiptar. Ja ke vënë djalin emrin për mendimin tim një nga emrat më të bukur shqiptar, ja ke vënë Ilir, është një nga emrat më të bukur shqiptar, Ilirian i vogël. Boksieri i arshëm. Fujtë të gjypat me krush. Gjypat. Si edhe është që të fitosh në vendin tënd. Doja të falenderoj çdo vend që zemër pa fund. Ndeshja do të bëjë. Do marr botën, sikur të bëjmë do saktë, do të jashtëm
se pa ato, boksi nuk është lak shqinjet, du të falenderoj organizatorët e kësaj mbrëmje, Tom Kikrin dhe Fred Shosin, doja thoja dhe dy llafe frëngjisht, sepse njerëzit që kanë ardhur në mbështetje nga Franca, me frek, je vous remercie, Gaël, Nanet,